me atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një hax i pranun nuk ka shpërblim tjetër. Të dashur vëllezër, fjala hax do të thotë diçka që ti ke qëllim, synim. Ata robërt Allahut që do ta marrin rrugën për me u përgjigj asaj thirrje që e thanë në fillim, duhet me pas qëllimin e pastërt, me marr rrugë, me shku me kry haxhin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Por ne vëllezër nderuar, shumë shkurt për ata musafir të Allahut, edhe ata që bojnë jetë në të ardhmen me shku, duhet mi marrë disa këshilla të arta që janë shumë dobishme, shumë domethënëse për atë që e merr rrugën për me shku në haxh. Mbajeni mend, jo çdo haxhi është edhe haxhi te Allahu dhul xhelal. Në syrin e njeriut, ai që e merr rrugën për me shku në haxh, kur të kthehet, ne e mërtojmë e thrasim me emrin haxhi. Mirë po ne tash do t'i marrim këto këshilla, me që ndoshta nuk janë krejt çka duhet me i thonë, mirë po janë të mjaftueshme për me i marrë me vete çdo musafir i Allahut subhanahu wa taala. E para, ti që ke bën jetë me shku në haxh, ti që ke bën jetë me u kon musafir i Allahut dhul xhelal, para se me unis, ktheju Allahu dhul xhelal me një pendim të sinqert. Para se me marr rrugën dhe me marr momentin tim me thonë lebejk Allahu me lebejk, ktheju Allahut për mëkatet e tua, për gabimet e tua, me një pendim të sinqert. Për lëshimet e tua, për të metat e tua, thuj Allahu dhul xhelal, o Zoti jem, ti që ma mundsove me qenë musafir i yti, të jo çdo kush është musafir i Allahut. Ne mundi me pas shëndetin, mundna me pas pasurinë, mirë po nuk mundi me qenë musafir të Allahu dhul xhelal. E ty që Allahu të ka privilegjuar dhe të ka zgjedhur me qenë musafir i ti, thuj o Zoti jem, për shpifjet, për përgojimet, për mos faljen e namazit, o Zoti jem, sot ta jap besën, para se me unis, me ardhë në shtëpinë tane qabën, se kur të kthehem, as një namaz nuk do dalot deri në çastin e fundit kur do dal prej kësaj bote. Zoti jam ta jap besën se nuk do të flas fjalë të cilat ti nuk i don, nuk do të përgojoj, nuk do të shpifi. Kjo është e para. E dyta, kjo është në raport me Allahun xhela xhelalu. Çdo musafir i Allahut, ai i cili niset për në haxh, duhet me pas parasysh një gjë shumë e rëndësishme. Cila është ajo? Me ja kërku halalin çdo njerit për cilin i ka bë padrejsi. Të dashur të mi besimtarë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cili do prej jush që i ka bën një padrejsi vllaut të vet, ose ja ka një borxh vllaut të vet, let ja kërkon halalin para se me ardh dita kur nuk do t'ju bën dobi as dinari e as dirhemi. A kemi thonë këtë hutbë se i falimentuar është ai njeri i cili ka me shku me veprat mëdha te Allahu dhul xhelal. Në këtë rast, edhe një musafir i Allahut me emrin haxhi e ka kry haxhin, mirë po nuk e ka kthy hakun e vllaut vet, borxhin e vllaut vet, ai nesër do ta laj këtë padrejsi me të mirat, me sevapet e tij, mirë po Zoti na ruaj në rast se nuk mjaftojnë të mirat ka me i kthy edhe me gjunahet e atij që i ka bë padrejsi dhe zullum. Pra ti musafiri Allahut, para se me unis, ndaj babës, ndaj nanës, ndaj vllaut, ndaj motrës, ndaj shokut, ndaj mikut, ndaj kujt dush që i ke padrejsi zullum, kërkoja halalin. Jeta është në dorën e Allahut. Ti mundesh me vdek në haxh. Ne në syrin tonë thojmë kjo është në gradën e lartë, mirë po në rast se te Allahu shkon pa ja kërku halallëkun, vllautën dhe pa ja kthy padrejsin, na ka tregu pejgamberi alayhi salatu wasalam se ato vepra janë, Zoti na ruaj të asgjësuni dhe nuk presim asgjë me marr. E treta, ne jemi krijesat njëri, kemi nevojë për njëri tjetrin. Kushdo që është musafir i Allahut, po i ka borxh pare dikujt, në rast se e ka me marrëveshje, për me e kthy për një afat caktun, ajo është në rregull. Po në rast se i kemi borxh dikujt vllazën nderuar, na ka tregu dietarë se ata të cilët kanë hisën trashëgimin ton pas vdekjes ton janë borxhlit.
Në rast se një haxhi vdes në haxh, po nuk e ka kthy borxhin vllaut vet, mikut vet, shokit vet, nuk kemi pjesë as një familjar në trashëgimin ton para se me kthy borxhin. Ose në anën tjetër, dikush të ka borxh, mirë po leje me letër gruas, djalit, familjarit tanë se filani mi ka kaq para borxh derisa të kthehem në rast se më jep Zoti imër. E katërta, shumë e rëndësi, aja që ka kërkohet për çdo musafir të Allahu Dhul Xhelal, ky rrugtim, kjo rrugë, ky ibadet, me u kry me pasuri halal. Çdo haxhi që do ta merr rrugën, edhe ju që planifikonin të ardhmen me shku me kry një ibadet Allahut, Allahu nuk e pranon haxhin me pasuri haram. Ndëgjojeni këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur njeriu del për në haxh, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur njeriu del për në haxh me pasurinë e tij halal, momentin që e shkel kamën e tij përpara ka qenë ndeve, mi po tash në momenti kur ne marrim rrugën për në haxh dhe kur fillojmë ne me thonë lebejk Allahu me lebejk, të përgjigjemi ty o Zot, të përgjigjemi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtij robi një zon nga qielli e tretë thot lebejke o saadejk, që do të thot të përgjigjemi edhe të përgëzojmë, sepse pasuria jote është halal, shpenzimi jote është halal, edhe myrte se Allahu Dhul Xhelal ta ka pranuar haxhin. E thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai cili merr rrugën për në haxh, mirë po furnizimi i tij është haram, shpenzimet e tij janë haram, moment kur fillon thirrja e parë lebejk Allahu me lebejk, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, një zë nga qielli thret duke thënë la lebejk wala sadejk, as ka përgjigje për ty, mirë po as nuk ka përgëzim për ty, pasurinë e ki haram, shpenzimet e ki në haram, edhe nuk ka haxh të pranuar për ty. Me pas kujdes vllazën nderun, ju musafir të Allahu Dhul Xhelal, thash në fillim, jo çdo musafir i Allahut është haxhi, jo çdo haxhi edhe te Allahu mundet me pas emrin haxhi. Pra me u pendu sinqerisht, mja kthy me kërku halallëkun ndaj njëri tjetrit, borxhin, zullumin që ja kemi bë dikujt tjetër, po me rëndësi të madhe rrugtimin që e bajmë, këtë ibadet që e bajmë me ba me pare halal. Pra vllazën nderun, na bëft Allahu xhele xhelalu, ata që kanë bën jetë në këtë vit me udhtu për në haxh, mos me na harrun duat e tyre. Qoftë në Qabën e Bekune, qoftë kur dalin në Arafat, kudo që janë me na përfshin dua, e dharë Zoti Dhul Xhelal, ne që ende nuk e kemi kry këtë shtyllë për shtyllave të Islamit, na e mundsoft Allahu xhele xhelalu edhe ne me qenë musafir të Allahu subhanahu wa taala. E lutsin të madhin Zot Dhul Xhelal, krejt ata që po udhtojnë, Allahu xhele xhelalu mja u pranu, kur ata thojnë lebejk Allahu me lebejk, le ta marrin çat thirrje nga lart se me të vërtet i keni plotsu kushtet për mi u pranu haxhi. E lutsin të madhin Zot Dhul Xhelal, baballarët e ju, nanat e juve, vëllezërit dhe motrat që po udhtojnë për në haxh, Allahu Dhul Xhelal ju dhaf shëndet, ju dhaf mundësi të lehtë me kry haxhin edhe me u kthy në për shtëpitë e tyre, me atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një haxh i pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetin.